Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se na erdhët edhe sot në vilën tonë, ta kemi uni përditshëm këy nga News 24. Mirëmëngjes, Katerinë. Mirëmëngjes së dashur. Si jemi sot? Po jemi shumë mirë. Mirë jemi? Ja, mirë jemi. Pse mos jemi? Jemi mirë sepse, shiko, gatime të mira do bëjmë. Ashtu. Por më përpara duhet të përshëndesim Anvisat, t'ju urojmë një ditë bukur dhe t'i thojmë këtu për të para ato receta që do përsjellim sot dhe çfarë do të bëjmë. Them role faktikisht me patlıcan, se nga që i kam prerë kështu në role, dhe do bëjmë edhe ca qofte dhe do t'i ngjisim bashkë. Po jo vetëm patlıcan, do të shtojmë edhe ndonjë spec, ndonjë qep, hudhra, do të bëjmë këtë salcën që do ta hedhim sipër, që kam ngrirë domatet në rende, kam domate salcë, kam hedhur edhe pak piper të kuq speci, ndërkohë kam dhe aty pak tek pjesa e domate, sepse këtë, para se do t'i përgatisim, do me thënë salsën që do t'a hedhë brënda, do t'a kavërtis, do t'a bëj salsën, do t'a përpunoj dhe pastaj do t'a hedhë tek pjesa e tavës. Sepse këto nuk do t'kavërdisen fare, do t'jenë kështu si që do t'jenë, do t'përgatisim qofte, do t'i vendosim në radhë tek tava. Salsa është shumë e domosdoshme për të përgatitur dhe fillimisht do të filloj me salsën dhe do t'ju rëtë më presni se çfarë do të bëjmë tjetër, sepse do bëjmë dhe sa gjëra të tjera të mira. Nuk do i themi, do të mbash surprizë. Ne t'i lëm një qik për momenti. T'ju lëm në pritje. T'i lëm në pritje dhe filloj të pregatisë salcën, që them gjithmonë, salcën unë e hedhë dhe e kavërdis, dhe do t'a kavërdis tu tek vaj. Po, kemi shtuar vaj për para? Vaj, po. Edhëm vaj. Ta marim dhe këtë pakën që ka ngelur. Ashtu. Ja, hedhim të gjithë. Fillimisht, kavërdisim pak salcën. Dhe pasi kavërdisim salcën, do të shtojmë këtu domaten pure, do të shtoj edhe një lugë uthull, dhe do të shtoj një lugë uthull të supës dhe një lugë të çaj do të hedh sheqer. Dhe kjo varet, do me thënë ashtu, bëhet një salcë shumë e mirë, e cila do të hidhet pastaj tek pjesa e tavës që do të bëjmë. Dhe ujë do të hedhim gjysmë filxhani. Aq është e mjaftueshme për të përgatitur komplet, do me thënë gjella, nuk hedhim asgjë tjetër. Do të bëhet me lëngjet e domates dhe kështu që nuk ka nevojë sheqerin shumë mirani na faleminderit. Çfarë të duhet, i kemi afër dhe ta ndjekim punën kështu moment pas momenti. Salsa është bërë gati. Po. E hedhim edhe domaten. Do ta trazojmë dhe do ta lëmë që të ziej. Nuk e shtuar. Kur them gjysmë filxhani, ja do të shpërlaj këtë që kam të domate. Këtë ujin këtu e ke lënë për matje për këtë recetë, apo të duhet këti nga krau tjetër? Në rregull, s'po e prekim. Ja është mjaftueshëm kaq. Në rregull. Nuk ka shumë nevojë për lëngje, sepse kur kemi domatet që kanë shumë lëng, nuk ka nevojë. Salca këtu është e mjaftueshme. Këtu tani, te salca, do të shtoj pra një lugë të çajit sheqer, edhe një lugë të supës uthull. Dhe do të lëm që të valojnë tani këto, të marrë një 2 varë, ta kem gati salcën që do të më duhet pastaj për të hedhur te tava. Shumë mirë. E lëm tani këtë për momentin dhe fillojmë këtu. Ç'të bëjmë këtu? Këtu tani ne do të përgatisim këto qoftet. Do të thënë duke bëjmë marinimin e qofteve fillimisht dhe pastaj do t'i bëjmë direkt, do të thënë marrim qofte, marrim patlıcan, marrim qofte patlıcan edhe bëjmë gati. Atëherë këtu kam si përshkruan ti, ka ne mbaruam edhe i konsumuam. Marrim qofte, marrim patlıcan, marrim qofte, marrim patlıcan. I marrim me radhë. Tani po bëjmë qoftet. Bëjmë qoftet, mix erzash, kemi piper të kuq, piper të zi, hudhër nëse keni, plur nëse s'keni, s'ka problem. Kam hedhe pak rigon, nëse doni hidheni, tek mixi keni të gjitha. Pra erzat që juve ju pëlqejnë tek pjesa e mishit të grirë. Që qofte përgjithsisht, piper në zi, piper në kuq dhe rigonin të paktën këto të treja duhet i kenë. Por nuk duam të këto lloj qofte, nuk duam majdanozë dhe kopra edhe të gjëra. Nuk duam të freskëta, ashtu. Duam vetëm erë të tata. Kjo është kryesorja. Tani unë këtu ti hedh edhe pak krip kam këtu. Ne kemi anë të kripën. Kemi kujdes për punën e kripës, sepse krip ka edhe pjesa e miksit. E mbajmë aty. Tani e trazojmë. Që është e vërteta këto tani duan me dorë, nuk bëhen me... Ja. Duam, kemi thënë në kuzhinë,
Të lutem Anila, veç se ma fik tani sobën nuk ka nevojë ajo të zjej më shumë. Fik edhe të qëndrojnë temperaturë të sobës, që ajo të vlojë dhe të jetë ashtu siç duhet, të trashet ashtu siç duhet. Tani ajo është një salcë e përgatitur që do t'ja hedhim neve tavës. Nuk e hedhim që të përzjejmë atë salcën me ujë të ftohtë, kam thënë gjithmonë dhe ju a them gjithmonë. Provojeni kështu se si i bëjmë dhe shikoni atë diferencën. Nuk është se bëjmë ndonjë gjë të madhe ne këtu, bëjmë ato diferencat e vogla që bëjnë diferencat e mëdha në shijim. Prandaj ju them që salcën asnjëherë në ujë të ftohtë dhe t'ja hidhni tavës lart. Bëjeni salcën ashtu, ka vërdiseni, të nxjerrë aroma dhe mos të vijë era salcë gjella kur e përgatisni. Edhe kjo. Tani, ky brumi i qofteve, sa më shumë të punojt, aq më të mira bëjnë qoftet. Por, ndërkohë dhe tjetra, është mirë që qoftet t'i lëm të qëndrojnë. Dhe kur qëndrojnë, sigurisht që ato shkëmbejnë shije, sigurisht që ato zbuten edhe bëhen akoma edhe më të buta, por ne tani për momentin do fillojmë do t'i përgatisim. Juve, thamë se si do t'i bënim. Ju do të thotë. Ja, kështu s'ka në, do t'i vëktu unë tani dhe pasaj do t'i... Shka muli? Do a i qofte? Kema, muli është në punë të vetë. Ja. Ta shojmë retetën e parë. Mund të shikosh Se Anila të tjerat nuk ne ka zbuluar akoma, Katerina. Edhe sa t'i bëj këto gati. Tavë me patlıxhan dhe qofte, kjo është receta e parë, na duhen 3-4 patlıxhan, 400 gram mish i grirë, 3-4 speca, 2-3 domate, 1 lugë supe salcë domate, 1 lugë çaj piperi kuj speci, na duhet 1 lugë supe uthull, 1 lugë çaj sheqer, vaj, krip edhe piper. Pra, brumin e qofteve. Kati, na u zbuluar receta surprizë. Po s'ka Bërsa ka, jo, do t'i shohim. Po s'ka Hajde, kthejmë në ekran. Çfarë do bëjmë tjetër sot? Terator me patlıxhan do të sjellim. 2 filxhan çaj kos, 2-3 patlıxhan, 2-3 thelpinj hudhër, 1 lugë supe uthull, 4 lugë supe vaj ulliri, krip piper dhe nenexhik. Bëhet shumë i shishëm me patlıxhan teratori. Unë e kam shumë qef. Edhe me miksimin e kungullit dhe patlıxhanit, edhe ashtu më pëlqen, por patlıxhani ka atë shijen e vet që është më mirë mos ta përzish me gjërat e tjera. Nuk e di pse mua shumë pëlqen. Dhe kur bëj tavë me patlıxhane, nuk dua gjëra të tjera. Dua të jetë vetëm patlıxhani. Tani që të bëhet me mish kështu? Jo, mirë, e them me perime të tjera, apo do i shtosh në një spec. Ti jo. Unë shiko. Mua më pëlqen patlıxhani këto vetëm me speca do t'i patlıxhan. vendos në mes unë Anila. Do t'i vendos për të shtuar, domethënë gjella, kur thon. Mënyra e lezetshme kjo kështu. Prit një sigurën një para. Këtu s'ke vënë një ndarje. E di pas. E le vet? Jo, nuk është e las vetë. Harrova. Mirë. Mi që më kujtove. Ja prapë Ja prapë të doli. Merë gjyva atjeti dhe në tavë të del një radhë mangët. Okej. Ja. Pra kështu në radhë, në fetëza, si sanduiç, një patlıxhan, një qoftë, një patlıxhan, një qoftë dhe mbushim të gjithë tavën. Këtu, pastaj këtu. Edhe kjo, fiks do lën këto. Edhe, në ngeli njëra. S'kemi, merë pak aty borgjë. Fut një spec. Bravo, Anila, spec do t'i... Të rinë në radhë drejt edhe, ja kështu. S'ka problem fare. S'ka problem fare, s'problem fare. Shiko, tani këto specat do t'i vendosim kështu. Pa. E di se sa të shishme bëjnë ato Anila, sepse do hedhim dhe hudhra, do hedhim dhe këto patlıxhanë. Në fakt. Shiko, shtohet gjella tani këtu. Shtohet gjella, shtohen vlerat ushqyese, shtohet shija, patjetër. Kështu që, ishte kjo rolea ishte kësaj, ja. Se këtu ishte gjysma. Po, dhe janë gjysma që janë menduar për të vendosur nga sipër. Ja dhe salca kështu, si shtam edhe më herët, kur salca qëndron. Edhe këtu. Tani, po të doni, do vëm edhe në një qep. Mira, se edhe qepa bëhet e mirë. Prita heq këto një. Ashtu. Edhe do vendosim edhe në një qep, se dhe i qepa jep shumë shije. Patjetër. Patlıxhani, qepe, hudhra, do hedhim edhe hudhrat, po patjetër dhe hudhrat. Qepën do t'a hedhim kështu si që është. Edhe ju them që bëhet një tavë shumë e shishme. Edhe shëndeshme faktikisht, se që është e vërteta ne shikoni që nuk ka vërdisëm asnjë gjë. Po, do të piqen në fund.
E të edhim dhe këto hudrat. Edhim. Aty këtu. Ja, ashtu, mjaftu shumë. Qep, hajtë të dhëm edhe pak aty në... Po, dhe një gjysëm, se qep të vogla janë këto. Ashtu. Ku s'kemi vënë më? Nëse të kaloj dhe salca, do mbushet ajo. Një, në regull, mos a rëndoj. Është në regull. Pastori duart dhe marim salca. Pra, bëm një brumë të thjesht të qofteve, mishi i grirë, me mix erza dhe me erza të tjera të ndryshme, me pak hudhër pluhur, formuam ato qoftet e thjeshta, patlıgjanët të ndarë në feta, duke i rreshtuar në një tavë, njëra pas tjetrës, një fet patlıgjan dhe një qofte, e më pas hapësirat boshe i kemi plotësuar me spec, me qep, me perimet të tjera, të cilat ju mund t'ja shtoni tavës, pasi i kemi dhënë një të skuqur salcës më pas dhe domates të freskët dhe kemi lënë të vlojnë të dyja së bashku, tani është momenti që këtë përgatitjen t'ja shtojmë tavës nga lartë dhe t'a qemë në furrë. Ja, këto janë dhe lëngjet, po këto lëngjet janë një salcë e përpunuar. E shikon që... E shikoj. Ndezur e kemi sobën e la. Se e duam të ngrotë sobën. Të 200 ashtë. Ashtu. Nuk do mbulohet. Jo, s'ka nevoj se ka lëngje kjo. Jo, mirë, në të pyes që t'i jampim edhe këto informacione. Në rregull. Për zonja dhe zotëri. Të fshim pak ati që na u bëmë. E fshi unë. Aty vetëm është përpis. Në rregull, faleminderit. Shumë mirë. Për merak. Okej, faleminderit. Dhe shko se sa e mirë shupa? E mirë uba. Po thuaj se edhe me si turli, edhe kështu e bukur në gjanë, në fund fare me në qik majdanos, mund të servini nëse keni atë tavën e mirë, të servini në mes të tryezës tuaj dhe të marim dhe të vendosim. Po nëse nuk e kemi të mirë? E vendosim. Shieni tavën, ndalë në pjata. E heqë një koqirja e shtëpis dhe i bënë për ato pjatat e mira. Ashtu, prap të mira, ama. Të mira. Rëndësika që të bëhet e shishme dhe të marin ato të lumshin duart nga gjithë pjesat e familjes. Dhe vërtet, kjo lloj tave bëhet shumë e mirë. Faleminderit Anil. Të lutem. E vendosim në furrë dhe tani do të qëndrojmë tek recetat e tjera për sot. Kemi akoma punë, kemi thënë kuzhina nuk mbaron asnjëherë. Çdo ditë ka diçka të re për të provuar, për të shijuar, qoftë dhe një recet që mendojmë se e dim, me sjellim në një mënyrë tjetër, po dhe një kombinim merzash, ato doja të bëja në fakt, po më zuri muhabeti kështu edhe. Më falë se të ndërhyjmë. Ç'do bëjmë tani? Jo, s'ka gjë. Ja, tani. Një potoja asgjë të rëndësishme, thjesht potoja që asnjëherë të mos ankohemi që s'dim çfarë të gatuajmë. Ashtu, mos u nxito se shiko sa gjëra të mira do bëjmë sot. Hajde ti shohim tani. Po duhet fshirë këtë. Shiko, të ishte për mua, unë gjërat e mira ja ku i kam. Tu. Në rregull. Fos një panina, një sanduiç aty të këtë. Po prit se më nga të bëj dhe unë. Do bëjmë? Okej. Tona, është simboli i cilësisë, është kompania më e mirë në produkteve të mishit që gjejmë në vend, do thoni ju pse, sepse spari ato kompani që unë kam me qefti përmend, që nisin brenda familjes, nisin si një biznes familjar, me dëshirën për të përcjell diçka të re, për më tepër në fillim të viteve 90, aty ku le të themi ne nuk ishim një treg të konsoliduar për më tepër të prodhimeve vendase në produktet e mishit, Tona mori këtë risk përsipër dhe nisi me 4 produkte. E më pas, me kalimin e viteve, sigurisht duke krijuar një besim në tregun shqiptar të konsumatori, po duke i qëndruar besnik gjithashtu edhe mënyrës se si i sjell këto produkte, duke mos bërë kompromise absolutisht me cilësinë, e duke shtuar gjithmonë më shumë variantin e shijeve edhe të formës së sallameve, prosciutrave, kreviçeve, salçiçeve, turistit, sallamit bira, pancetës, ose shumë që ka që mbajnë logon e Tona. Kështu që sot do t'i përdorim dhe në recetat tona dhe me sa shoh do t'a kombinojmë me një recet brumi, sepse brumin tashmëkatje e kam mbi tryez, paketimin e hapur të radhës e kuptoj që e kemi mielin për çdo përdorim, cili është mielli që ne përdorim, pa diskutim është Ola
nga kompania Atlas. Është të gjitha zonjat më thonë, kam përshtypjen dhe ty Kati, që dhe unë me Ola gatuaj. E kam dëgjuar edhe nga të ftuarit që kanë qenë në studio të gjithë thonin po, unë me Olën gatuaj, sepse më dalin shumë mirë të gjitha recetat, edhe ato petullat e thjeshta dhe krepat e shpejtë të mëngjesit, nëse kanë mielin e duhur, kanë shijen e duhur dhe rezultatin e duhur që ne zonjat e kemi me qef të krenohemi kur gatuajmë dhe dela i byreku ashtu i fryr, i shishëm e tjerë e tjerë. Kështu që vazhdon të jetë me shumë dëshirë pjesë të shtëpisë tonë, ashtu sikurse dhe një tjetër bashkëpunëtor i rëndësishëm, ashtu siç është e rëndësishme edhe veza në dietën tonë ushqimore. Ovital, cilësi në 4 stin është kjo logoja që ne kemi në përduar çdo ditë dhe jo vetëm këtu në Vila 24 apo në punë e thënë ndryshe, po edhe në shtëpi, ashtu sikurse ju ne zgjedhim vezën Ovital. Vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate, veza Ovital kur thyet qëndron kompakte dhe e plot, e verdha e vezës është viskoze, rrumbullakët dhe ngjyrë portokalli e thellë. Vezën Ovital e gjeni në formatin e saj të kuq apo të bardhë. Është fantastike, është super e freskët, vjen në shtëpi sikur të keni një pulari aty pranë shtëpisë tuaj, aq shpejt është i ndërtuar rrjeti i shpërndarjes së vezëve, mos flasim pastaj për vendin ku ato janë prodhohen edhe qëndrojnë, që nga zogjesht e vegjël deri tek pulat më të mëdha, ambienti më inovativ me standardet më të larta të prodhimit të vezëve. Shumë mirë, Anila. Është e vërtetë o Kati. Dhe madje, e kemi diskutuar shumë shpesh që duhet të bëjmë edhe një vizitë tek Ovitali ndonjë ditë, sepse na kanë ftuar edhe kanë vërtet ambiente shumë të këndshme për t'i parë nga afër, por kemi kohë deri në fund të sezonit të gjejmë të dyja një moment të përshtatshëm dhe jo vetëm të gatuajmë, po të shkojmë të shohim aty nga afër. Sa mirë do jetë. Shumë mirë do jetë. Ja, mbarojmë gjellën sot ne dhe e mendojmë. Të vëmë drekën për para një herë. Atëherë të dashura Anvisa, ne brum kemi bërë shumë herë, por sigurisht që do ta bëjmë edhe në fund, por si gjithmonë, fillojmë nga fundi dhe dalim në fillim. Po, tash më besoj jeni mësuar me ne. Ashtu. Me qëllim që të harim edhe kohën, që është e vërteta që ti kemi gjërat gati. Të thotë, brumin ju e pa, do me thënë që kishte ardhur, tani e shikoni që e kemi hapur këtu në tryez, dhe thoni juve si do t'i bëjmë këto. Tani, për pjesën e këtij brumi, unë sot kam përdorur ujë maja sheqer, pak vaj edhe krip. Do me thënë, këto sigurisht edhe mielli, olla, për çdo përdorim. Këto janë përbërësit për të përgatitur brumin. E lëm që të vi të pushoj, ashtu siç vije, do me thënë, brumi, dhe pastaj, pasi ka ardhur, e hapim kështu në këtë traj, edhe e presim tani në shirita. Pse e pres në shirita? Çfarë do ta bëj? Do ta shikoj tani. Se kisha një këshun të picës këtu që... Ato të picës, ajo në fakt të ndihmon ajo. Ndihmon më mirë. Po dhe me thikse, ndoshta në shtëpi nuk do kena misat, po ja kjo. Po mirë, tani ne kemi edhe të shpejtojmë kohën është ideja. Edhe na ndihmon, edhe i bëjmë kështu. Ja. S'ka nevojë. Prandaj këto janë punë dore, themi ne. Puna dorës nuk është punë makine që të ketë atë të jenë një lloj të gjitha. Kështu që edhe juve në shtëpi, tu duket dallimi i gjës, do me thënë. Anila, Ta urdhëra. këto më duhen mua. Çfarë, do të ndihmoj unë me? Apo Gëshërët i kam këtu. Ja, i kam këtu dhe gëshërët. Edhe... Kemi të mbushura me djathë ato? Shumë mirë, akoma më mirë. Se s'kemi nevojë që të shtojmë asnjë gjë, veç se në fund fare me ketchup nëse duan fëmijët që u pëlqen. Faktikisht që mund të përgatisim me ketchup, me majonezë, me mustard, mund të bëj një salcë edhe ta shoqëroj. Nuk është prish punë që her pas here, do me thënë të konsumojmë ndonjë gjë. E rëndësishme është që mos ta kemi si thua gjithmonë si ta kemi të përhershme. Shiko, e kemi thënë, ndër të tjera, varet nga sasia. Një sanduiç i lyer me një gjysëm luge, pastaj nëse jemi aq të merakosur, majonezën mund ta bëjmë edhe vetë në shtëpi. Patjetër, edhe ketçapin mund ta bëjmë vetë në shtëpi nëpërmjet domates dhe salcave. Për mustardë nuk e di, po kam përshtypjen duhet ketë edhe receta që... Mustarda po ka. Është me limon duhet jetë, dhe me një qëtëtër duhet i shohim një ditë këto. Vërtet, që bëj, po. Tani shiko, tani, si që kemi këtu, e palosim. Aha. Ashtu.
Vazhdojmë me këtë që ka ngelur. Sheshe. S'ma mori mundet, mendova se do bëjë gërshet, duke ti pse ato fjet, mendova se ishte gërsheti. Jo. Është ndryshe kjo, Anila. Por këto s'do ngelen kështu, se unë do t'i pres tani. Ashtu. Tani, ku është ajo tava që ti vendosim direkt në tavë? Kjo këtu me letër? Po. Ta mbulojmë edhe këtë pjesën e fundit. Ashtu. Ta bëjmë? Erdha, ja, sa të lëroj që bërë. Një. Sa të duam i bëjmë? Duam t'i bëjmë pak më të vogël. E kena rregull këtu? Po, shumë mirë. Përse, po duam të heqim ato. Ja. Në këtë mënyrë i bëjmë të gjitha. Pra, i sjellim kështu. Edhe si thua është buke gjellë. Edhe atë salsën që unë thash, edhe fiks pasaj. To janë gjëra që bëjnë, do me thonë, më shumë për fëmijët, Anila. Fëmijët i kanë shumë qef këto gjëra. Po jo dhe ne, po që më shumë të drejtën. Edhe ne i kemi qef po. Po mirë. Për fëmijët është diçka, si thua. Për fëmijët është justifikimi. Ashtu. Po i bëj si duan fëmijët. Edhe këto nuk ka nevojë që të qëndrojnë, do me thënë, të vinë. Me njëherë futen në furrë. Po, futen në furrë. Do me thënë, sa ti mbarojmë. Edhe nuk është e thënë që edhe të t'ingjisim kështu, do me thënë, fort. Si është një kalim? Po, edhe kjo tani brumi, nga që ka ardhur mirë, e shikoni se sa shpejt vjen, do me thënë. Po, edhe duke qëndruar, aty nga rriku në rrip, ajo fillon dhe rrit atë volumin. Ashtu, një kështu. Kati ne kemi nevojë të shkojmë në një hapësirë publicitare. Po mirë, në rregull. Dhe të shkojmë dhe neve do t'i bëjmë, do t'i presim ambisat këtu. Sa të them, se pas apo i vendosim në furrë. Po... Se s'ka ndonjë gjë, neve treguam mënyrën se si unë mendoj që mund t'i vendosim në furrë, se janë 6, janë 7, janë 10, e njëjta mënyrë do jetë edhe të tjera që ne do të bëjmë. Sigurisht, atëre neve i përfundojmë, i vendosim në furrë. Tani, këto, doni që t'i lyeni, si thuash, me pak, nuk do të doja me vaj, me pak vaj dhe ujë, do me thënë doja më mirë. Pa, okej, edhe ashtu i lëm kështu si në pamje buke. Mos t'i vëm vezë, tani nuk do vendosim vezë, dhe gjitha këtu s'ka nevoj për vezë, sepse është tjetër, kalojmë në tjetër atë thamë që do të bëhet me majonez, me ketchup. Do kemi një salsë shoqëruese, qartë. Mënyrë kështu që nuk ka nevoj. Okej. Mirë, ne po i vendosim në furrë, po shkojmë në hapësirën publicitare, kur të kthehemi do të nisim recetën e tretë për sot, do shohim çfarë bëhet dhe me atë tavën me patullxhane qofte që kemi vendosur në furrë, pa diskutim do kujtojmë edhe një herë çfarë kemi bërë deri tani për ju që s'na keni parë nga fillimi, kemi ende tjera gjëra për t'ju sjellë në transmetimin tonë, kështu që një hapësirë publicitare na ndan nga studio, ju presim këtu. Studio, po ju presim edhe po na prisni shpresoj shumë në fakt që të jeni ende me ne dhe të vazhdojmë së bashku me një recet që asnjëherë nuk të mërzitet. Nuk të mërzitet. Si që është taratori. Taratori bëhet me kastraves me hudhra. Me kunguj. Bëhet me kunguj. Me kati tani që bëjmë që jo, mëni që e the më shpejt, sepse je më e re dorosh më shumë. Jo, s'ka lidhje fare kjo. Thjesht me këtë bëhet, edhe me patullxhane që do e sjellim ne sot. Bëhet shumë i mirë tani. I ke skuqur këto apo i ke pjekur? E shoh që janë pa yndyrë. Apo e kanë kulluar. Si më the më fal? Krip kë kam këtu apo atje? Ai është sheqer, kjo është krip. Ashtu. Se mbaj mos ta tholla vet kur bëre salsën. Në rregull. Se dua çik. Nuk ka nevojë që këto ti kalojmë në makinë grise, që edhe mund t'i bëni, nëse doni, mund t'i bëni në një makinë grise bashkë me vajin, unë i edhe uthull, Anila. Po, ka shumë njerëz që i hedhin edhe uthull. Më pëlqen, nuk e di pse kombinoj, do me thënë edhe uthullën brenda. Edhe më pëlqen që është e vërteta. Kështu që tani, unë për shembull, dhe në një makinë grise hedh uthullun, vajin, hudhrat,
edhe e bëj si krem. E bën se salt, po, e kupton, që mos jenë në copa të. Mos të jenë kështu në copza, por edhe kështu tani unë do ti thërmoj pak, sepse edhe kripa më ndihmon që ti thërmoj pak. Po, e di sa e vlefshme është kjo mënyra Kati? Po nuk Që unë e kam mësuar nga ty, se kur grin hudra në mënyrë të veçantë, ato Hidheshin për te. të fillojnë të shpërndahen edhe është e vështirë ti mbash ashtu bukur. ja. Po, pra po. Kjo më pëlqen. Është gjë e mirë kjo. Ka të sekretet vogla gatimi, që në fillim ti nuk i di, pastaj i harron ndonjëherë ti bësh dhe kur i kthe në mënyrë në procese normale dhe e ndjek natyrshëm atë radhën. Për shembull tjetër gjë që unë kam mësuar nga ty është ajo kripa që shtojmë gjatë skuqjes së qepës, më parë nuk e bëja. Edhe këtë e dalloj. E zbut me një herë, lëshon atë shijen. Nxjerr aromën qepa. Ja, dhe tani kjo shiko, si themi neve, dirsin. Po, në një farë mënyrë, lëshon lëngjet e veta, pa tjetër. Edhe ja, është bërë gati. Bashkë edhe shijen. Edhe është mirë që kur bëhet kështu hudra, është më mirë se sa ajo që bëhet në makinë grirse, se kur bëhet atje, bëhet si një lëng, domethënë si një salsë faktikisht, po këtu e ndjen më mirë. Pa. Ndjen dhe atë shijen e hudrës pak aq sa duhet. Pa. Sepse ja, kjo prerja këtu me krip e ka bërë domethënë që të jetë aq sa duhet, jo më tepër. Po. Tani ta hequm këtë, shplaj pak duart unë edhe me një herë Anila. Okej. Ndërkohë, pa tjetër që kësa recete do t'i duhet kosti, sepse është arator. Kombinimi i përbërësve do të vi me koper, që i shkom pa diskutim shumë për sërisi patlıgjanit, ashtu edhe kostit edhe hudrave, kripës, vajtë, ullirit. Pra, janë ca receta që realisht janë shumë të thjeshta, me 3-4 përbërës, por që janë gjithmonë një shtim i shijeve të njëra tjetrës. Dhe të gjitha së bashku, tham pak më herë që taratori mund të jetë edhe për një vakë dreke, pra mund të mjaftojmë edhe me aq, nëse zgjedhim ta përgatisim jo vetëm me kastravec, po edhe me perime si kungulli apo patlıgjani, natyrisht që gjithmonë vlen edhe në rastet ku kemi bërë një byrek për shembull, apo në një nga këto recetat që ka nevojë dhe për diçka tjetër shtesë, që mund të jetë një tarator apo një sallatë. Tani në verë shkon. Këtë e tutje, taratori do konsumohet shumë. Po, se vjeni freskët. Ashtu. Prandaj dhe themi që do të bëjmë edhe me kungull, do bëjmë edhe kësot këtë që të Plus që është dhe shumë i shëndetshëm. Me hudra, me kastravecë, edhim dhe hudra tani, me hizurëm në gojë. Ashtu. Marim edhe, mund të përdorni dhjozëm në energjik mëndërës, mund të përdorni kopër, mund të përdorni maraj, edhe maraja i shkon shumë. Maraja, qëfar, se njo, ose ndoshta, ka në emër tjetër? Maraj, ka të shien e uzos. Finoku, ja. I përfërsohet, finoku, po s'është. Okej. është, do me thënë, natë familje. Okej. Me maraj bëjnë shumë qofte të mira. Ashtu, a? Të hedhim këto. Se është shumë edhe të mbajmë pak për në fund. Po, gjithmonë duart na bëjmë. Po tani. Qes nuk duhet ta kemi këtu afër, Anila, jo kaq. Kemi, huj, kemi. Dhe tani këtu duhet të... Jo, s'ka gjë, jo. Thjesht, ndoshta pak kosti kur më kapi syrja, është ujë, por nuk ka gjë, e shojmë në fund, po. Tani duhet të hedhim edhe vajin. I hedhim një pjesë të vajit tani, një pjesë të vajit tjetër. Ta ulim, Anila? Pak, po. Pra hudra, vaj, kopër, ose thamë nenegjik, ose finok, se nenegjiku i shkon shumë patlıgjanve. Prandaj dhe mua më pëlqen. E, kuptoj. Mund të bëni kombinimin nenegjik edhe kopër. Kopra shkon tek pjesa e taratorit. Kështu që për tani patlıgjan, unë them ti vendos të hedh taratorin dhe ti zhyt brenda. Por këtu do të shtoj akoma dhe pak uthull. Nuk ka rëndësi, është uthull aceto me ngjyrë, kështu që na e prishin që këtë bukurin, po s'ka gjë. Shijen e ka. Do ta hedhim këtu. Në vendin ku edhe do ta shërbejmë. Edhe patlıgjanët tani do t'i zhysim brenda tek pjesa. Të cilat i kemi pjekur ose dhe i kemi të
në tigan ose edhe në furrë. Vendosim pak shumë, janë të lagura. Kati, se s'po të flasë, mos të përqëndroj nga dekori. Ja, e në fund kjo. Ja, kështu. E ka të, se në qik vaj ulliri në tarator duhet. Ja, kjo, sa të pim neve më shumë. Kjo ishte. Të lumshin duart, patlıcan, Nuk e dim tani. koper, ndaj Ta kthem nga ana tjetër Anila, apo më mirë? mikse? Shumë mirë është, bukuri është. Ja kush receta e plot, tarator me patlıcan, 2 filxhan çaj kos, 2-3 patlıcan në feta, të skuqur apo të pjekur, 2-3 thelpinj hudhër, 1 lugë supe uthull, 4 lugë supe vaj ulliri, krip, piper, nenexhik. Me qënë se jemi tek recetat, le të lexojmë edhe një herë se çfarë kemi përgatitur sot, sepse 2 prej recetave ne i kemi në furrë dhe ato janë tavë me patlıcan dhe qofte, 3-4 patlıcan, 400 gram mish i grirë, 3-4 speca, 2-3 domate, 1 lugë supe salcë domate, 1 lugë çaj piperi kuj speci, 1 lugë supe uthull, 1 lugë çaj sheqer, vaj, krip, piper, hot dog me lukanik mund ta bëni, me salcice të mbushura me djathë bëm ne nga tona, mund të zgjidhni turistin gjithashtu të tonës, e plot variante të tjera. Receta e plot është kjo, 500 gram miell, 1 lugë çaj maja, 2 lugë supe sheqer, 1 lugë çaj krip, 1 filxhan çaj ujë i ngrohtë, 1 lugë supe gjallë, 1 paku salcice dhe 1 e verdhë veze. Për ta lyer nga sipër, para se të vendosim në furrë, çfarë do bëjmë tani? Do bëjmë brumi. Do bëjmë brumi që sa të bëjmë brumi, të na bëjnë edhe. Ajo tava mua më duket sipër, ëh? Ne shikoj se si dhe u ashtu rritën volumi. Shumë bukura janë bërë ato. Po, shumë të mira ato. Atëherë bëjmë brumin. Të përgatisim edhe brumin, se gjithmonë themi që do e bëjmë brumi dhe në fund se bëjmë brumi. Po se herë kemi kohë edhe herë. Tani me që kemi kohë do ta bëjmë edhe brumin. Duke qenë se bëjmë shpesh, ndonjëherë ne e shmangim duke u përqendruar të gjërat më të nevojshme besoj për të parë nga ju. Sigurisht, sepse ç'është e vërteta neve kemi bërë her pas here me brum. Qoftë edhe për byrek, qoftë edhe për buke, gatime të ndryshme. Edhe unë ngelem gjithmonë tek ajo standardja ime që them që nuk filloj duke aktivizuar majan, po i hedh të gjitha bashkë, i përpunoj, i lënë të pushoj dhe sigurisht që më vjen një brum shumë i mirë dhe bëhen bukët të buta, bëhen paninet të bukta, bëhen këto, si të thuash, hot dogët që neve përgatitëm sot të butë dhe të mirë dhe të shishëm, dhe fillojmë dhe neve përgatisim brumin, që do të thot, hedhin fillimisht sasin më të madhe të miellit, edhe mbajmë pak pasaj që të na duhet, të plotsojmë se sa duhet me thënë të na marë. Këtu hedhim majan që unë e kam të matur, 1 lugë të çajit themu, gjithmonë filloj dhe hedh majan, te majaja hedh gjithmonë sheqeri, dhe kur kemi bërë këtë veprim, zëre se kemi bërë do me thëmë pjesën më të madhe të punës, sepse sheqeri, me njerë se e shton tek majaja, majaja fillon të aktivizohet, fillon të ushqehet. Mikroorganizëm është edhe majaja, gjë që në momentin do me thënë sheqeri është ushqimi më i mirë i majas. Kështu që s'ka nevoj, miell sheqer, me njerë ajo fillon edhe të ushqehet. E rëndësishme është që mos hedhim ujë të ngrohtë shumë, sepse e djeg edhe e aktivizon. Ç'aktivizon? Ç'aktivizon. Se unë e tha çek. Ç'aktivizon. Ashtu, hedhim edhe kripën. Okej. Pasi kemi përzier majan, sheqerin dhe këto, shtojmë edhe kripën. Dhe kemi mbaruar punë me... Edhe pak vaj. Ashtu. Edhe tani do të shtojmë edhe ujin. I vakët. As i ftohtë, as i nxehtë. As i nxehtë shumë. Hedhim gjysmën e sasisë fillimisht. Edhe e trazojmë.
dhe shikojmë se sa miell na duhet. Ndërkohë, duke mësuar pak edhe kohën, unë mendoj që recetën e parë në këtë 3 minutësh kohë që kemi, ta nxjerrim që ta shohim ato të patullxhaneve. Po, mund ta nxjerrim, Manila. Sigurisht duke patur parasysh që në shtëpi ju do të merrni të gjithë kohën e nevojshme që do t'i duhet. Ne do ta shohim nëse janë gatuar plotësisht dhe nëse jo, do ta rikthejmë në furrë, por ato pjekjen nga sipër, mua më duket se e kanë marrë mirë. Kështu që besoj, një sekond se pas ka marrë 2 peceta. Ku e kemi? Te unë baj pak shtu? Ka ti? Kjo duhet ketë pak lëngje, apo jo? Në momentin që qëndron, se patullxhani është i sfungjer. Në momentin që qëndron, ajo, do me thënë... Kjo është tava? Recetën e keni në ekran. Të lumë shënduar. Tomën e ka shumë të mirë, unë që e ndjej nga afër edhe e kam menduar. Mënyra e përgatitjes së saj është shumë e thjeshtë, sepse si shtam që në fillim nuk kemi as kuqe, as kavardisje, as pritje në tenxhera apo në tigan. Ka nisur dhe ka është përfunduar aty në tavë. Koha e vetme e dashur është ajo e furrës. Tani, ato poshtë tani lasi? Ato duan akoma, po. Duan edhe pak. Mendoj që do t'i nxjerrim, duam. Avash. Pastaj në Balkan Web do t'i shikoni të pjekura, kështu 100%. Tani, duhet të them anvisave, shikoni kur fillon edhe pastrohet ena, edhe bëni këtë veprimin kështu, e o a them gjithmonë, është si kur bëni atë veprimin, do me thënë që bën makina dhe e mbledh brumin. Ja, e nxef brumin kjo ana e enës, edhe i jep temperaturë, bashkë me temperaturën e duarve, edhe sjell, do me thënë, e bën të butë aq sa duhet. Shiko se u zbut. E mbulojmë? E mbulojmë dhe e lëm të pushoj. Po, më pas... Kur shkëputet nga duart, atëherë themi se brumi është bërë. Shiko se sa elasticitet fiton. Se kemi humbë dhe fjallës sot. Se kemi pi shumë kafe. Kafja. Kafja. Mëngjes. Nas gjën nga gjumja. Ky është brumi, një brumi but, e lëm të pushoj edhe pastaj bëhet ai veprimi që neve bërme. Hapim një petë, e presim në shirita dhe mbështjellim ato hot dogët, që shiko se sa të mirë bëhen. Që ende nuk kanë pas. S'kam përfunduar tamam ashtu si duhet, por se keni ide se sa të mira dhe sa të kënaqshme bëhen për fëmijët. Sidomos për fëmijët, unë mendoj më shumë për fëmijët. Që është e vërteta, shiko si janë. Janë të mbushura, pra ka një teknik të thjesht palosjeje edhe kjo, të cilën e keni në fillim të videos, pra brumin si që pregatitëm, e shtrojmë në tavolinë, në tryez, në banakun tuaj ku punoni, ndajmë në shirita dhe marrim salçiçet e tonës, i kalojmë rrumullak dhe i presim në copëza më të vogla. Aq më mirë, Anila, që këto salçiçet kanë edhe përmbajtje djathi brenda, gjë që i shijon akoma më shumë. Përgatitni edhe një salcë që ju thash me ketchup, majonezë apo dhe me mustard. Kjo është zgjedhja juaj, po edhe kështu siç janë bërë, me thënë janë shumë të shijshme, për mbasdite, për fëmijët, në darkë, me thënë është diçka që edhe praktike edhe shijon. Mund t'i bëjë t'i marrin dhe me vete në shkollë fëmijët, që është e vërteta, sepse janë të mira, është një ushqim shumë i mirë. Përfunduam, Anila, besoj. Mbaruam, mja fluturon koha këtu të ne, të lumë shënduar Katje. Faleminderit e dashur, kënaqësi, faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, miru pafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Miru pafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në publicitet.